Përshëndetje shikues të dashur, ja jemi këtu te një pistë kalorimit, ndërsa në vim në ndiqni një bisedë interesante rreth kalorimit dhe përvojës një trajnuese të re. Ja, këtu jemi me këtë bukuroshen. Ja, unë bëra një xhiro tani. Përshëndetje. Përshëndetje. Këtë e kemi edhe një trajnuese për kalorim, apo jo? Po. Që sa vite punon këtu? Unë punoj që një vete disa muaj, prej se u hap rënqem. Po. Edhe kam një eksperiencë të i për të mirë, do me thunë edhe me kuajt edhe me gjitha. Po, do mundet andej ka kamera pak t'ju shohim. Mirë, unë do të opa! Rin urt kjo. Çfarë race ka? Kjo është koli rocës frizeriane. Është për një roce që njetë për bukuri, do me thonë për sfilota, fotoshootinga, kësi gjana. Po, fotoshootinga, do me thënë vërtet edhe kjo mikrofoni më shkon me kështu. Po më trego, çfarë raca kuajsh tjera keni? Ne këtu kemi edhe kuajt rocës arabe, kemi angli arab, kemi hanover, cili është për gora jumpingut, kemi frizeriona, do me thonë si kë, kemi Apollos, kemi edhe një Mustang Amerikan, cili është i vetmi në Ballkan, kështu si rocë e pastër. Po, që sa vite punon? Trajnimin prej kur e ke marrë? Këtu në Kosovë apo diku tjetër ke qenë? Jo, unë trajnimin e ko marrë këtu, për shkak që këta kuajt pronori ka posë që ma mëte, edhe do më thonë shumicën prej këtëmve janë konë ma herët edhe i ka trajnu, bas ka vendus që edhe me hop këtë ronqin kështë, që edhe tjerë do më thonë me mujtë me kaliru. Sa bukurun në pak bëra një xhiro, ka edhe poni të vogla? Po, i kemi edhe 2 poni të vogël që janë për fëmi, edhe kemi edhe një poni pak ma të madhë për këta do më thonë që në moshës 10-12 vjetë. Mirë, po a të vinë special për trajnime për të marrë me këtë... Me sport? Si sport, po. Po, ko plët në zonë sa do me thonë që vidë me ushtru për kalirim, do me thonë i mësojnë krejta prej të porës, që shmosil me kollin, me mësu hopin, trukin, galopin, pas kalunet e pjesa e pengisav. Sa mirë. Vërtet unë e dua kalorimin, njëherë kam pas një serial kështu kam pak përvoj, po jo edhe aq, po kjo është një kal aq i bukur dhe i lezetshëm. Do bëjmë edhe një xhiro? Hajde, një xhiro. Hajde, edhe një xhiro. Ja, këtu ne përfundojmë këtë bisedë, ndërsa unë tani me frenat vetë. A do kaloroj? Ajo, nuk e di. Pra, mirupafshim dhe mi mbreshin, ishte shkurt, por shumë ëmbël. Mirupafshim.